Përshëndetje shikues të kanalit ton Bletaria Shqip. Ka marrë të bëj një kontroll të zakonshme të parkut nga jashtë. Kuptohet se është gjendja e kosherave dhe vendosa që t'i ndaj me ju disa inserte. Tham në episodin e dhjetorit se bëhet trajtimi me acid oksalik dhe vendosa që t'i kontrolloj 2-3 koloni, 2 shemet e tyre të cilat janë me antivarro, mos vallë kemi varroa të cilat kanë rënë poshtë. Po ashtu përmes kësaj drite do t'i kontrollojmë disa dysheme nga pjesa e përparme e kosherave, të shohim mos vallë kemi blet të vdekura ose të dëmtuara nga acidi oksalik. Juftoj t'i ndiqni insertet në vazhdim. Trajtimin me acid oksalit radikal me pika e kam bërë me datën 13, domethënë fiks 4 ditë kanë kalu dhe të shohim se çka është puna në dysheme. Okej. Të shohim pak më afër. Kjo drita kurse pak më mirë, ama duket se nuk bën dritë. Okej, këtu jemi domethënë shohim varroan ku kemi mjaft varroa. Vetëm këtë pjesë tu kemi diku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 varroa, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Me një fjalë mund të them që janë të panëmbrueshme, nëse shohim detajisht. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Pastaj pjesa tjetër. Shifë këtu, 27. Nuk po vazhdoj të numëroj. 28, 29, 30, 31. Siç kemi thonë në episodin e dhjetorit që kemi të bëmë, se ky trajtim eliminon deri 99% të varroas. Gjithë kjo varroa ka qenë ngjitur në trupin e bletës, para mendoni. Shpresojmë që mos ta kanë dëmtu shumë kolonin. Sa mund ati numëroj janë dikon mbi 100 varroa. Tash e pastrojmë dyshemejen komplet, e bëjmë të pastër, e vendosim dhe mund të shohim pas 2-3 dite përsëri se çka po ndodh, si po shkon zhvillimi i shoqërisë duke pa mbetjet në dysheme. Ta shohim një koloni tjetër. Shohim kolonin këtu dhe këtu sa me shoh unë nuk kemi as një varroa të vetme. Çuditshme. Po edhe nuk kanë qenë koloni shumë e madhe, si po është perfekt. Ne vazhdojmë aty një koloni tjetër. Ja kjo për shembull që ka këtë fundin, opa, të metalit. Po, te kjo kemi, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me sa arrita t'i numëroj, ishin dikon rreth afër 30 varroave, që nuk është shumë, por vetëm se dashta të ndaj me ju këtë rezultat dhe të ju tregojmë se ky trajtim nuk është bash trajtim i kot, po është një trajtim që sos shumë punë. Si që ju tham në videon e dhjetorit se mund t'i kontrolloni dyshemet me një bateri kështu dhe të shifni se është gjendja. Më thonë, dyshemeja është e pastër, në kuptimin e asaj që s'kemi blet tufa të vdekura, por se është vdekje të zakonshme. 4-5 blet. Vazhdojmë të një koloni tjetër. Ja dhe kolonia tjetër. Tufa ku ashtu, një blet vdekur që më me pa. Pjesa tjetër në perfekt. Ja dhe kolonia radhës. Shifini tufën atje. Por jo blet të vdekura. Blet të gjalla, mashallah, që pëngrojnë vetën e tyre dhe të gjithë tufën.
Perfekt është edhe kjo pjesë. Ja dhe një dyshime tjetër. Me radhë. Dhe ja ku është tufa. Perfekt. Dyshime pastër nga bletet. Tufa afër ushqimit. Perfekt. Kjo ishte një video shkurt. Sa për t'ju tregu se si mund ta testoni nëse keni dyshim tek ndonjë koloni pas trajtimit me acid oksalik. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer video. Shihemi në një video tjetër. Çdo të mirë dhe natën e mirë.